Shpërthimi I luftës dje në Iran me bombardimet izraelito-amerikane në baza apo objektiva ushtarake në vend ka bërë që në këtë shtet të shpërthej kaosi, e padyshim në të janë përfshirë dhe sportistët të cilët janë shtetas të huaj dhe që ushtrojnë profesionin e tyre në kampionatin lokal. Mes tyre janë dhe futbollistët Yasir Hasani, I cili vesh fanellën e Esteglal, si dhe Regi Lushkja, I cili vesh fanellën e Traktor. Ndërprerja e internetit e linjave telefonike në vend ka shtuar dhe më shumë kaosin dhe situata është bërë me të vërtet dramatike, por klubet vendase duket se kanë filluar të vijnë në lëvizje për të siguruar që pjesëtarët e huaj të tyre të largohen nga vendi për të kthyer në shtëpi, pasi për futboll as nuk bëhet më fjalë. Përtej kontakteve me përfaqësitë diplomatike në Teheran, klubi Esteglal po përgatitet që të shoqërojë jashtë vendit futbollistët e huaj. Nuk do të jetë nëpërmjet avionëve, pasi hapësira ajrore mbi vend është mbyllur totalisht, por nëpërmjet autostradave që të çojnë në vendet fshinje. Esteglal po mundohet që të nisë lojtarët e huaj me autobus drejt Turqisë, edhe pse bëhet fjalë për një rrugëtim të gjatë raskapitës prej mbi 2100 kilometrash nga Teherani, ku ka bazën ekipi.